أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد falënderimet dhe lavdrimet janë për Allahun xhalla xhelaluhu, salatet dhe selamet, përshëndetet, lutjet tona më të mira janë për më të mirën e gjithë pejgamberëve, Muhammedin të birin Abdullahut, mbi Ali Bejtin, familjen e tij të pastërt, mbi sahabët, shokët e tij të ndershëm, të cilët ishin të kënaqur me Zotin dhe pejgamberin e tyre, dhe Allahu dhe i dërguari i tij ishin të kënaqur me ta, se dhe lutjet tona janë për gjithë ata të cilët pasojnë fjalën e Zotit, pasojnë sunetin e pastërt Muhamedit alayhi salatu wassalam, gjen ditën e gjykimit. Nderuar vëllezër dhe motra, sot jemi në vazhdimin e serisë tonë ku jemi duke folur për gabimet e namazlive që i bëjnë gjatë faljes së namazit të tyre dhe lëshimet që i bëjnë. Dhe kemi potencuar se jo çdo gabim që e potencojmë dhe e tregojmë e prish vlefshmërinë e namazit, por e dëmton sevapet e saj. Andaj edhe po mundohemi që të i tregojmë atë çfarë kanë treguar dietarët, se cilët janë gjërat të cilët e dëmtojnë namazin ton dhe nuk na shkon i plot tek Zoti i ynë. Prej sunetit të pejgamberit alayhi salatu wassalam, Hanbelit kanë thonë është vajib, është obligative, është që kur të kalojmë prej ruknit në rukën, prej shtyllës kur kalojmë të shtylla tjetër, që të bëjmë dhikr dhe të marrim tekbir. Për shembull, kur shkojmë prej qiyamit në kam, jemi të lidhur dhe shkojmë në ruku, të themi Allahu Akbar. Dhe thot nuk shkojmë pa e bë dhikrin, madhrimin e Allahut Taala. Mirë po, e bëjmë këtë dhe kanë thonë se kjo është obligative. Pastaj ne kanë thonë problemi është te vonimi i dhikrit gjatë kalimit prej ruknit në rukën. Se për fat keq, shpejtësia e disa njerëzve që kur falin namaz edhe shkon të shku, veç kam rrinë në ruku, ai qatë herë e thot tekbirin, ose semi Allahu liman hamida, ai veç shkon të poshtë, vese më u kthy prej rukuz, duke thonë semi Allahu liman hamida, e she semi Allahu liman hamida, edhe më një herë shkon të poshtë drejt e në sejdë. Dhe këto janë gjëra të urrejtura, dhe këto e dëmtojnë namazin ton. Nga suneti pejgamberit alayhi salatu wassalam është që çdo herë kur të shkojmë në prej një ruknit në rukën tjetër, të themi Allahu Akbar. Dhe kur kthehemi për shembull prej rukus, nuk themi Allahu Akbar, po ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, sami Allahu liman hamida, që i bie ka dëgju Allahu atë e cili falenderon madhnin e tij, e falenderon Zotin. Ndërsa ka thonë, thuni ju, Rabbana lekel hamd, o Zoti ynë ty të takon falenderimi, apo në disa transmetime, Rabbana walekel hamd, që të dyjat bën. Edhe me thonë, Rabbana lekel hamd, apo me thonë, Rabbana walekel hamd, Zoti ynë vetëm ty të takon falenderimi, apo dhe vetëm, që kjo we e ka kuptimin dhe vetëm ty të takon falenderimi. Cilin do transmetim që e zbatojmë, insha Allah e kem pasu sunetin e pejgamberit alayhis salam, por ndonjëherë është mirë me bë kombinimin, nëse i dim që ka dy transmetime, dy hadithe, është mirë me bë kombinimin. Na herë me thonë Rabbana lekel hamd, na herë me thonë Rabbana walekel hamd. Mirë po, është shumë më rëndësi që mos me ungut, por me i tha se cilën në kohën e vetë. Bila Shejh Albani në lidhje me çështjen semi Allahu liman hamida,
A e thot vetëm imami, ndërsa xhamati thënë Rabbana lekel hamd, apo duhet edhe xhamati të përsëris fjalët e imamit? Sheikh Albani e shef në këtë çështje që për mos me mbet pa dhikr, thot që duhet edhe xhamati me e thënë bashkë me imamin, kur thot imami Semi Allahu liman hamida, edhe xhamati në vetën e vet me thot Semi Allahu liman hamida, Rabbana lekel hamd ose walekel hamd, e thot xhamati. Dhe kjo është prej sunetit të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Por ngutia dhe mos thënia e këtyre gjanave, kjo e dëmton seriozisht vlefshmërinë e namazit. Po ashtu pejgamberi alayhi salatu wassalam i ka mësu shokët e tij, sahabët, që kur të shkojnë në ruku, të shkojnë të qetë, jo me ungut, kur të shkojnë në ruku, Allahu Akbar, Semi Allahu liman hamd, Allahu Akbar, për me shku i qetë dhe ka rrafshu shpinën e vetë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Do thotë ka qenë forma e shpinës pejgamberit alayhi salam dhe këmbëve tamam në 45 shkallë. Sa që ka në hadithe të Resulullahit sallallahu alaihi wasallam që ke mund me lanë në shpinë të pejgamberit alayhi salatu wassalam ujë dhe me qëndru ujë mbi shpinën e drejtë të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Kjo tregon për kushtimin e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam që ta fal namazin ashtu që shika hi e një muslimanit e jo të ngutet gjatë faljes ti. Prandaj thot Resulullah sallallahu alaihi wasallam nuk është i blefshëm namazin i njeriu derisa të drejtoj shpinën e tij në ruku dhe në sejdë. Do thot kur ke shku në ruku, hadithin e transmeton Imam Ahmedi në Musnedin e tij dhe zinxhiri i transmetimit është i saktë, sikur që është edhe Ibn Hibani, edhe Tirmidhiu, edhe Ibn Majah, edhe Abu Davudi, që kanë transmetuar këtë hadith. Andaj nuk guxojmë me vjedh në namazin ton, me shpejtësi me fal namazin, se thot pejgamberi alayhis salam vjedh si më i keq në mesin e njerëzve është ai që vjedh namazin e tij, duke mos e plotësuar rukun, sejdën dhe khushu ose përkushtimin, nuk drejton shpinën e tij gjatë rukus dhe sejdës. Do thot këtë hadith që ka përmend edhe Sheikh Albani në Sahih Terghib wa Tarhib, edhe në Mishkatul Masabih, edhe në Jami'us Saghir, është hadithi sahih. Prandaj e ka konsideru hajnin, kulminacion të hajniz me vjedh pjesë të cilët jam të obliguar me i bë me përkushtim dhe me qetësi. Neve sot sa veta shohim për shembull që falin namaz jashtëzakonisht shpejt, ose për shkak të tregtisë, mështerinë ashtu e prit, ose pse ka me dal, mos ta pretë burri ose gruaja vet ose fëmijët ose prindët e tij, ose pse don me kqyr një ndeshje të futbollit apo diçka tjetër në televizion, dhe ky e fal me shpejtësi të madhe namazin e tij. Këtë person e ka thujt Resulullah sallallahu alaihi wasallam që është hajnia më e madhe që e bën njeriu. E ka krahasu kërkoj ndjes me hajnin më të madhe se sa të vjedh diçka prej gjërave materiale të kësaj bote. Imam Ali al-Qari, që është për ulemave, muhaddithinëve të mëdhëbit Hanefi, thot shumë njerëz e kanë braktisë qëndrimin e plotë në kam apo pushimin mes dy sejdëve, e leje më qetësimin e plot. Shamo kur shkon në ruku, me thon subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, në mënyrë që qetësohet shpina e tij. E jo asë nin vetën e vetë se çfarë është të thonë, e leje më njëni i cili është ana shti edhe me e pa në një gjendje të tillë.
Pastaj pejgamberi sa na mësoi që kur shkojmë në ruku, kur e pyeti një sahabi se si me fal namazin, tha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kur shkosh në ruku, vendosi plant e durve mbi gjujt e tu derisa të qetësohesh. Në këtë formë i hap dhe i kap kapakt e gjujve tu, në këtë formë e shtrëngon dhe e fal namazin tënd. Do thotë duke i kap kapakt e gjujve me plam të hapura. Dërsa në sejdë vendose mirë ballin mbi sipërfaqen e tokës, gjersa balli yt të prek plotësisht sipërfaqen e saj. Hadith e transmeton Imam Ahmedi në Musnedin e tij dhe Sheikh Albani ka përmend silsile të haditheve të vërteta me numër rëndor 1 3 4 9. Po ashtu ka thënë pejgamberi alayhis salam, nuk plotësohet namazi i ndonjërit për ju derisa ta përsosë abdestin, ashtu siç e ka urdhëruar pejgamberi alayhi salatu wassalam, edhe e ka vazhdu dhe ka tregu dhe të shkojë në ruku derisa gjymtyrt të qetësohen dhe të zënë vend, pastaj të thotë semi Allahu liman hamida, dhe thotë në detaje ka përshkruar pejgamberi alayhi salatu wassalam se si duhet me fal namazin. Hadithin e transmeton Abu Davudi dhe Nesaiu me zinxhir transmetues të vërtet. Prandaj nuk bën dërum vëllezër që me ungut gjatë namazit. Do thotë namazi duhet të falet ashtu siç e ka fal pejgamberi alayhi salatu wassalam, e jo të bëjmë nguti në namazin tonë. Po ashtu kemi edhe disa gabime të cilat për fat keq i bëjmë gjatë kohës kur jemi në sejdë. Prej gabimeve që bëhen në sejdë është kur njerëzit nuk i vendosin 7 gjymtyrt që jemi të urdhëruar me i vendos në sejdë. Cilat janë ato? Na ka tregu pejgamberi alayhis salatu wassalam në një hadith që na e transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij, Ibn Khuzaime dhe Tirmidhiu, Nesaiu, Abu Davudi, thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, jam urdhëruar të bin sejdë me 7 gjymtyr. Do thot balli dhe hunda, 1, 2 dur, 2 gjunj, u bë 5 dhe 2 kombët u bën 7. Dhe këto 7 gjymtyr pa tjetër në sejdë duhet të jenë të prekura me tokën, me vendin në cilë jemi duke e fal namazin. Nuk bën balli me qenë kështu e hunda mos me ta prek sejdën, vendin e sejdës. Apo vetëm hunda e balli jo. Për shpejtësisë disa fare nuk e vendosin ballin në sejdë. Apo të shkoje në sejdë balli, hunda, shuplakët e durve, gjojt, por konti ka nalt, i ngrit lart. Për shpejtësisë madhe i ngriten këmbët nalt dhe shkputet prej tokës. Kjo është e ndalume. Dhe kjo mesin e dietarëve ka mendime të ndryshme se a e prish namazin apo nuk e prish namazin nëse nuk i ka të vendosura 7 gjymtyrt në sejdë. Prandaj për shembull shkurja në sejdë me gjithë këto gjymtyr kanë thonë që është të Shafit, kanë thonë se është e patjetërsueshme dhe lënia e kësaj e prish namazin. Mirë po, ka në hadith tjetër ku thot pejgamberi alayhis salam nuk ka namaz për atë që hunda e tij nuk e prek tokën. Hadithin e transmeton Hakimi në Mustadrekun e tij dhe është hadith sahih sipas kushteve të Buhariut dhe Sheikh Albani ka përmend në libër Tamamul Minna faqe 170 në lidhje me këtë çështje që patjetër duhet të jetë edhe hunda që ta preke vendin e sejdës. Hadithi tjetër, kur të shkosh sejdë, vendosi të gjitha gjymtyrët e tua. Tregon se kemi obligim që me 7 gjymtyr ta bëjmë sejdën, uljen, dhe thot para madhnisë Allahu Teala në namazin tonë.
Pastaj ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, kur të shkosh sejdë përqendroj duart dhe fytyrën tënde derisa çdo gjymtyr qetësohet dhe shkojë në vendin e vet. Dhe thotë bëne me qetësi nderuar vëlla. Mos u ngut kur të je në sejdë me e bë me shpejtësi. Ku vendosen shuplakët e durve kur shkojmë në sejdë? Nuk ose kur të rukuja që i majmë pak të hapura gishtrit, kur i kapim kapakt e gjunjve, në sejdë i majmë më të mbyllura, mi po jo të shtrënguara mbyllje, por normal i mbajmë në sejdë. Dhe sikur që tregon Shejh Meshuri Talibe i Shejh Albanit, pllambët thotë doherë duhet të jenë drejtim paralel me supet, kur të shkon paralel me supet këtu, e koka del përpara, apo thotë najherë të jenë pllambët në afërsi të vezhve, në fillimin e vezhve, mirë po që të dy rastet, gishtat mbesin në drejtim të kibles, jo me i shtrëmu kështu ose kështu kur të shkojmë sejdë. Por nëse koka është në këtë drejtim sejdën, edhe gishtat e durve duhet të jenë në drejtim të sejdës. Dësa thembrat mblidhen prapa. Kur të shkon në sejdë, thembrat është prej sunetit me i bashku dy thembrat e këmbëve që të jenë të puqitura me njëna tjetër. Të tje gishtat janë kështu, por mundohu që thembrat të i bashkon gjatë kohës kur je në sejdë. Po ashtu, prej sunetit është që kur të shkojmë sejdë, pak të i hapim krejt. Nëse jemi vetën dhe nuk i pengojmë shumë këta që i kemi anash, nëse është mundësia, atëre është pa bardësia e këtu nër krah të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe nuk bën mu fal i lidhur gati barkin me kofsht e këmbëve. Por pak të jemi më të shtrim e jo të mblidhemi kur të shkojmë në sejdë me i përngjasu kafshës. Prandaj këto pjesë nuk mbesin në tokë kur të shkojmë në sejdë, por e bëjmë këtë formë që kur të shkojmë në sejdë pak i ngrisim duart e jo kështu. Kjo vlen edhe për gratë edhe për burrat nderuar vëllezër. E jo femrat të jetë lidhur dhe të falet me barkun dhe e ngjitur për kofshët e këmbës. Mirë po, as nuk shtrihemi tërësisht, po as nuk mblidhemi tërësisht me barkun me këmbët. Mirë po, hapemi pa i penguat atë cilët janë në saf para neve dhe mundohemi që t'i hapim, por jo me i kthy gishtat në këtë formë. Dhe thotë duke i ruajt. Edhe gishtat të jenë ka kible, po edhe pak të i hapim gjatë sejdës krejt tonë. Shpresoj që është pa edhe në ekrane, parafërsisht se nga pozita e ulur e kam vështirë që çdo sent në praktik të tregojmë atë se çfarë na e ka mësu pejgamberi alayhi salatu wassalam. Por e dim që Resulullah sallallahu alaihi wasallam e ka ndaluar që të falet namazi duke përngjasu me hajvanatin, me shtas të cilat i vendosin gjymtyrët e tyre të pështetura në tokë. Por neve i ngrisim dhe në atë formë e bëjmë inshallah sejdën që na e ka mësu pejgamberi alayhi salatu wassalam. Andaj thot Resulullah sallallahu alaihi wasallam, drejtohuni gjatë sejdës dhe mos shtrihen ndonjëri ashtu si shtrihet qeni. Hadithin e transmeton Imam Buhariu në sahihun e tij. Po ashtu, a lejohet që në sejdë kur të bijmë të kemi mes neve dhe tokës mbulesë, se sahabët kryesisht namazet i kanë falë ndërrum vëllezër në dhej. Xhamia pejgamberit alayhi salatu wassalam nuk ka pas ndoj shtroje, sikur sot që i kemi tepihat në xhamiat tona. Dhe ndodhte që kur falnin namaz, sidomos namaz të drekës, kur ishte nxehtësi shumë e madhe, sahabëve ndodhte që të ju pengonte nxehtësia e madhe e zallit, të nxehtë në dillin për vlus të
atij vendit të nxehtë. Prandaj thot vendosnim diçka dhe kur do njeri, tregon Enes ibn Malik, kur do njeri nga ne nuk kishte mundësi për të vendos ballin tokë, vendoste një rrobë dhe bënte sejdë mbi të. Hadithin e gjejmë te Sahihu i Buhariut. Prandaj nëse vendos njëri me fal namaz mbi tepi apo sejdë ose ende, nuk është pengesë një gjë e tillë. Po ashtu kanë diskutuar dietarët se shuplakët e durve kur shkojmë në sejdë apo kur është ftoft, po e zem a bën me u fal me dorza. Edhe neve na parashtrojnë pyetje kur falemi në erën e natyrë, kur është më ftoft dhe i kanë njerëzit dorzat dhe të pyet hoq a duhet unë që t'i kem dorzat apo duhet me i largu, kanë dhe dietar nuk prish punë. Njëjtë sikur që i kemi çorapet në këmbët tona, po ashtu edhe dorzat është e lejuar që të falim namaz e duart tona të jenë të mbulume me dorza apo vende ku do të bim në sejdë të ketë një mbulesë. Një çështje shumë me rëndësi që për fat keq shohim njëri duke hyrë në moshë, i prishet shëndeti apo ndonjëherë kur jemi të smur me këtë apo me atë smuje, jo me probleme të shpinës ose nuk ka mundësi me shku në sejdë dhe falet në karrik, çfarë bëje ky person kur shkon në sejdë, që nuk ka me prek balli tokën. Për shembull, Abdullah ibn Umar, djali i Hazrat Omerit radhiyallahu anhu, thot një herë pejgamberi alayhis salatu wasalam vizitoi një nga shokët e tij që ishte i smut dhe unë isha me pejgamberin alayhis salatu wasalam. Kur hyni tek ai e gjeti duke u falë në një dru që e vendoste ballin e tij. Ai e kishte marrë një dru edhe kur shkonte ishte i ulur, kur shkonte në sejdë e vendoste drunin në ball që të preket diçka fort. Pejgamberi alayhis salatu wassalam i bëni shej atij që me largu drunin, se ishte tu fal namaz. Ai çfarë bën? E largoi drunin, po e mor një jastëk e mur dhe mundohej me afru jastëkin te balli i tij. Tha pejgamberi alayhis salatu wassalam, lëre atë jastëk, nëse mundesh të bësh sejdë mbi sipërfaqe të tokës, bëje. E në kundërtën, bëj me shenjë nga toka dhe në sejdë përkulëm më shumë se në ruku. Hadithin e transmeton Tabaraniu dhe ka përmendur Sheikh Albani në hadithet e vargun e haditheve të vërteta me numër 323. Prandaj shkon në ruku në këtë formë, për shembull, ndërsa thusemi Allahu limen hamida, pastaj në sejdën mundohu pak më poshtë ta bën se rukuja dhe mban shiqimin drejt poshtë, drejt tokës. Dhe nuk ke nevojë që t'i afrohet smutit në ndoj jastëk, apo në ndoj plastik, apo në ndoj copë tjetër e drunit, apo tavolin, apo çka diune, që ta preke kokën mbi ta. Mjafton vetëm me e afru kokën dhe nuk ka nevojë që ta afroje ndoj gjësen tjetër, qoftë jastëk apo dru apo diçka tjetër. Po ashtu prej gjërave që i kemi në namaz, e kemi edhe çështjen e gishtit tregues në namaz. Kur jemi në tehiyat, që jemi ulë në teshahhud dhe po e lexojmë, nga suneti i pejgamberit alayhis salatu wassalam është që gishti tregues ndërun vëllezër të mbahet në këtë formë. Gishti i mesëm dhe gishti i madh e bën në këtë formë, sa këta dy gishtat i mban mbi gjunjë, i vendos kështu, dhe sa gishtin tregues e man në drejtim të kibles, dhe sa shuplaka dorës së majt vendoset mbi kofshën e këmbës së majt kur je në teshahhud, në tehiyat, në këtë formë, dhe sa shuplaka dorës djathtë e ngrit në këtë formë. Dhe e mban gjatë tërë kohës, prej fillimit kur e ke filluar tahiyatu lillahi was salawatu wat tayyibat, e gjerë në fund, derisa i kryin salavatet dhe Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab,
dhe dua që ka pas saj, e mban tërë kohën në këtë formë, sikur që ka në hadith pejgamberit alayhis salam, dhe duke e lëviz në formë të lehtë, pa e ul dhe ngrit. Dhe man në drejtim të kibles. Dhe ata të cilët na kanë mësu, për shembull, që kur të mrim e man kështu dorë. Dhe kur të mrin të fjala la ilaha illa Allah, s'ka zot veç Allahut, ose vetëm emri Allahut, kur përmend e ngrit gishtin, nuk ka bazë në sunnet pejgamberit alayhis salatu wassalam. Nuk ka hadith sahih në lidhje me këtë çështje. Por hadithi është lutej me gishtin tregues dhe e lëvizte. Ne e patëm fal një herës me Sheikh Albani rahimahullah në namaz gjatë kohës studimeve, sa isha në Jordani, dhe Sheikhu rahimahullah në patardh në banesë. Dhe e falem namazin e akshamit së bashku, Sheikh Albani na dul imam, dhe në përfundim të namazit lavdroi namazin ton aty si student, dhe po shoh se po faleni me synet mirë, por kërkoj për juve, dysa dhe ne kërkoj në një vlla yni, ishte Hoxha Bekir, i cili e thiri ezanin dhe e bën ikametin, e pyeti a jetu mendu se duhet që pa tjetër ai që e thiri ezanin ta bëjë edhe ikametin, jo tha vetëm rastësisht e bëna këtë punë, e tha mos të mendoj dikush se ka për njerëzve që mendojnë se ai që e thirr ezanin, ai edhe duhet me e bë ikametin, që nuk është patjetër. Dhe kjo është një prej gjërave që mendoj që është e vlefshme me i ditë për çështjen e namazit. Njëri mundet me e thirr ezanin, e tjetri me e bë ikametin, nuk është pengesë. Dhe mos të mendoj dikush se ai që ka thirr ezanin, ai edhe duhet ta bëje ikametin. Kjo ishte ajo këshilla që na e dha Sheikhu rahimahullah. Dhe e dyta, në çështjen e lëvizjes së gishtit, që gishti të jetë në këtë formë e jo kështu sikur që e bëjnë disa, ulje ngritje, kjo nuk është prej sunetit, por në këtë formë, me lëvizje të lehta, në këtë formë, dhe ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam, kjo është më e rëndë për shejtanin se sa me godit me hekur. Prandaj është një sunet që derisa të lusim Allahu Teala, derisa vazhdojmë me bë këto lutje kur jemi në tashahhud, në tahiyat, vazhdojmë me e lëviz gishtin në këtë formë. Nëse ne i kem kry, por imami ende nuk i ka kry, mundemi me ul gishtin dhe me e prit dhënien e selamit. Gishti në këtë formë është, nëse lexojmë dhe vazhdojmë me lexu, me u lut deri në fund. Por nëse i kemi kry lutjet e imami ende s'i ka kry, nuk e majmë kështu, por e ulim gishtin dhe presim dhënien e selamit nga imami. Dhe salavatet pas tehiatit, a janë obligative apo janë sunnet, edhe në këtë ka mendime të dietarëve, ka për tyne të cilët thënë është i patjetërsueshëm, ka për tyne sikur Hanefi që thënë është sunnet. Pas tehiatit me i lexu salavat ibrahimie. Duke thënë Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammad, kema sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Por duke patur parasysh që mos me dal prej rregullave siç na e ka mësuar pejgamberi alayhis salatu wassalam. Se e kanë pyet sahabët, kanë thënë ja Rasulullah, Allahu po na urdhëron me çu salavatin ndaj teje. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi. Allah po thot, Allahu dhe melaqet që salavatin ndaj pejgamberit alayhis salam. Ja ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Ju që keni besuar, çoni salavate dhe selame ndaj Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Si me dërgu salavate e pyetën, i tha pejgamberi alayhis salam, thuni Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kema sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dhe Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammad kema barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Këto salavat ibrahimie që i ka thënë dietarët kanë qenë këtë formë. Por disa shtojnë, dhe kjo nuk ka prej sunetit, fjalën për shembull ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Sayyid i bie zotni. Nuk ne ka mësuar pejgamberi alayhis salam këtë formë me i thon salavatet. Prandaj nuk shtojmë e as nuk paksojmë për asaj që na ka mësuar Resulullahi sallallahu alaihi wasallam. Edhe nuk themi ala Sayyidina, po themi ala Muhammedin wa ala ali Muhammad dhe mbi familjen e Muhammedit alayhi
salatu selam. Insha Allah do të vazhdojmë në lidhje me temën për të shiquar se si është forma e namazit pejgamberit alayhi salatu selam dhe cilat janë gjërat të cilat janë në kundërshtim me sunetet e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Allahu na bëft të përkushtuam namazet tona dhe na i pranoft ato namazet të cilat i bëjmë dhe i kemi bë deri tani dhe na mundsof që deri në fund të jetës të jemi prej namazdive, mbeqin për kujdesin Allahu Teala, deri në takim ton të radhës. Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.